يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut azza wa jalla, atë falenderojmë për të ndihmën dhe falë kërkojmë, selavatet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Këtu tash poshtë jemi duke folur për jetën në varr, po ende jemi tek se si përfundon njeriu jeta ose me fjalë përfundimi i mirë, çush dihet, vrehet përfundimi i mirë. Dhe deri tash kemi folur se çysh përfundon njeriu i mirë, çka morri me lek shpirtin me butësi, këtë ato deri në fund çysh i kena fol. Por herën e kaluar e përmendëm diçka që si ta vrejna edhe na. Se ajo se si meleku ja merr shpirtin me butësi ato sene, ato mund me kon të pa dukshme për neve. E cilat janë do shenja që edhe na e vrejna që vërtet mujmë me thonë se ai ka pas një përfundim të mirë. Qito jem të e trajtu tash. Si edhe na, një të vdekurit të po, inshallah ai ka pas një përfundim të mirë. Edhe i përmendëm diçka herën e kaluar, për e ty në që përmendëm herën e kaluar, me thonë me vdek me shahadet. Nëse fjala e fundit është la ilaha illallah, dhe s'ka qitë fjallë tjetër mu njeriu, atëherë ai njeri dhe i vjen meleku vdekjes, ja me shpirtin, fjallë tjetër s'ka qitë, atëherë na themi se ka pas një përfundim të mirë. Ka pas një përfundim të mirë dhe ai herë ta vën në xhenet ka me hi. E para. Shenja e dytë ke, nëse të vdekurit gjatë momenteve të vdekjes i njerësitet bolli i tij. Kur i njerësitet bolli i tij, edhe e shenjoni të prindin e tij, nënën e tij, vëllaun e tij, të afërmin e tij, kanë ai çatu të kryt. Edhe ai veç thuj se ndurt e tij vdeq, që nifet kjo, ndurt mia ka vdekur, vetëm se ju ka njerësit bolli. Njerëz që kanë bërë kësaj dëç. Kjo është shenjë mirë, me hadith pejgamberit që i përmendëm herën e kaluar, ndërsa disa dietar thanë se shenjë e mirë, shenjë se një njeri vërtet pas ka qenë njeri i mirë. është edhe nëse vdes ditën e xumo ose natën e xumo. Ditën e xumo ose natën e xumo. Nëse vdes sipas një numri të dietarëve, duke mbështetur në hadithin që do ta citojmë, është dhe thanë se është shenjë e përfundimit të mirë të jetës tij. Nata e xumo, cila është promejte, një para se me orë dita e xumo që ajo është nata. Tajtëm në aksham kejt. është nata e xumo. Nëse vdes natën e xumo ose ditën e xumo, tash që jemi di xumoje, nëse njoni vdes deri të perëndon dielli, deri para se me perëndu dielli, njoni vdes, themi se mund të themi se ky person ka shenja të mira, pas ka qenë njeri i mirë, pas ka vdekur me një përfundim të mirë. E kuptut? Kjo, ku mbështetën këta dietarë që thanë kështu? Mbështetën hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasallam, hadithin që sjellën me Muhamedi edhe Tirmidhiu, tha pejgamberi alayhi salam: "Ma min muslimin yamutu yawm al-jum'a aw laylat al-jum'a ila waqahu Allahu min fitnati al-qabr." Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk ndodh, nuk rastis që një musliman me vdek ditën e xumo apo natën e xumo, vetëm se Allahu azza wa jall ka me mbrojt prej fitneve, sprovave të varrit. E ata njerëz që janë të mbrojtur prej fitneve, sprovave të varrit, kjo aludon se është njeri i mirë. Se sprovat në varr janë të mëdha shumë. Ato nuk ka kush me të tregu ty me thonë kur pyet meleku i vdekjes, kur pyetin dy melek në varr, Munker dhe Nekir ose një, sipas transmetimit tjetër, kur të pyesin ata, edhe të thojnë se kush është Zoti jote, kush është feja jote, kush është pejgamberit, ato s'ka mu kush me të tregu. E është në siklet je. Atë det je në siklet.
është trishtim, e ngushtovarri, edhe meleket kur vinë, pamja tyne është pak e trishtueshme, që do t'i përmendi kur t'i vjerani për atë pikë, është e trishtueshme. Kërejt këtu janë spruv, se ki ma as hoxhën të kytë me t'i spjegu, as librat me thonë për ta qeli libën ati melekut kur pytë, ose 2 melekve kur pytën, për ta qeli libën tani të kalëzaj, s'ka atë, atëherë është fitness, spruv kjo. Pastaj, kur ndëq mi u përgjigj pyetjeve, qelet një port, qelet një dritare, që e sheh vendin xhennet. Mos diç, qelet një port, një dritare, që e sheh vendin tanë në zjarmin e xhehenemit. Kështu që krejt që tu, tregojnë që ka është spruv. Si pas këti hadithi që e përmenda, tha pejgamberi a.s. Nëse vdek ditën e gjumo, apo natën e gjumo, prej qytyre spruvave të varrit shpëtën. Nga që kjo themi se me vdek ditën e gjumo ka shenjë që pas ka qenë burr i mirë, ose gru e mirë. Edhe në shpjegimin e Tirmidhiut, Al-Mubarak Furi ka thonë se ky hadith që tha pejgamberi se nëse vdes njeriu ditën e gjumo ose natën e gjumo është i ruajtur prej spruvave të varrit, ky dietar në shpjegimin e Tirmidhiut, dietar më i shumë, tha se e ka për qëllim për krejt spruvave dhe torturave dhe dhimbjeve të varrit shpëtën. Për kjo ka shenja. Shenja për qenë ka. Për me di se pas ka qenë njeri i mirë nëse vdes me shahadet. Hajde për. Do më nëse vdes me shahadet, qenë ka shenje mirë. Nëse dolin njerëz në bol, ati që vdes, ka shenje mirë, pas qenë burr i mirë. Edhe treta, nëse vdes ditë gjumoje ose natë gjumoje, ka shenje mirë. Muna me thonë se pas ka qenë burr i mirë, se për gjithë kanë smujna. Nëse njoni ka vdek në krim, nëse njoni ka vdek duke mohu Zotin, na për mja bo qefin antarëve të familjes e ti, dikush ja ban qefin, apo ja rritën e qenë adhemi, ja ban qefin, për s'është në realitet ashtu qysh i thuhet pasaj për personin. Nëse njonit për shambull, ti ke shku të kryt, tu ja kujtu shahadetin, tu ja kujtu Zotin, a i baba kjenë momentet e fundit, hajtë be birja më shumë shërda, stakfirullah. Hajtë më shumë shërda, se pësa, këthyne kush pjasin buta, edhe si shkën pak qasë edhe vdes. E kur qkujnë tani me po, më së mërzit e bu, se ka qenë fort burr i mirë. Ka qenë burr i mirë, e devotshëm i sjellshëm, çfarë i mirë i devotshëm ai. Ai nëse vdes qashtë, dhe xhehenami e pret. S'ka burr i mirë atë, ata veç e pret xhehenami. Ndërsa rast tjetër për me thonë si njeri i mirë ka qenë, është edhe ajo se nëse njëri vdes në luftë, nëse njëri vdes në luftë, në betejë, edhe bjen shahid, bjen dëshmur, o shenjë se ai ka qenë njëri mirë, o shenjë se ai ka qenë burr i mirë. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin që e sjell edhe Buhariu dhe Muslimi, tha men qatala li takuna kalimetullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Nëse njëri për juve luftëtarve ka luftu për me ngrit fjalën e Zotit, edhe rastet e tjera tani bine, po për momentin, si shenjë, për me ngrit fjalën e Zotit, tha pejgamberi, ai llogaritet se ka vdek në rrugën e Zotit, si dëshmor. Ka vdek në rrugën e Allahut. E çfarë shpërblimi pas ka nëse vdes për në rrugën e Allahut, që me i thonë, pra, se jo veç me vdek në rrugën e Allahut, pra pas ka përfundim të mirë, pas ka qenë burr i mirë. Si pedini ata që vish me vdek ka burr i mirë, Allahu na shpjegoi në Kur'an. Me vdek si shahid, ka pas qenë burr i mirë. Argument, Allahu na than Kur'an, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. Tha mos mendoni se Allahu na than Kur'an tash. Mos mendoni se ata që vdesin në rrugën e Zotit, se ata janë të vdekur, por ata janë të gjallë, të Zoti i tyre furnizohen. Përderisa Allahu ja veçoi këtë shpërblim të madh. Edhe hadithet e tjera, me bo me vdek në kësi rasti, Allahu i jaban me hynë trupat e zëgjve të gjelbërt.
edhe shëtit në xhennet. Edhe në fund ndalen të disa kandila, fenera, disa fenera, që janë në frunin e Allahut, në xhennet. E shëtitën në fund ndalen që atë pushujnë. Edhe Allahu i thëtë, a mos pa dëni edhe na i sen ju, a pa dëni na i shpërë, shka o zëtë ma shumë na, ku gjithë të mira, plus na bone me hinë tru pas zëgjët gjelbët, e po janë min xhenet ka pëdujmë. E po hojmë bili transmitimet dhe tjeran, edhe po hojmë shka pëdujmë. Edhe në fund që qëfar vendit të këfru një jëtë, pjesa ma e lartë e gjenetit është atje, pjesa ma e lartë e gjenetit, qka tjetër? Allah të nëse dëni edhe ma shumë një dhonë, ata thënë, o zëtë po dojmë edhe diçka. A na këthen në butë edhe njëherë. Pse? Të bina se së të mira, po na jep që ti me vdek dëshmur, na po dojna edhe njëherë me na këthy në butë, në dunja, e të bina apet shahida dëshmur. Që le të nashtur bili henaz, të kënaqë me këtu që po na jep që ti. Allah të te për këton, të te këmë dhënë besën, që për kanë kushtun vjen knejna mo, a nejna nuk e krej. Por konkluza që sojna, se së tema e me full për shahidin komplet, vetëm se tema nga që kjo kuptuhet se nëse njoni vdes në mbetej si dëshmur në rrugën e Zotit, llogaritet që ka qenë buri mirë. Njeri mirë dhe let për ton themi se ka qenë njeri mirë. Prej të mirave që jep Zoti që ti lloj shahidi dhe ekziston mundësia dhe shahidave të tjerë që do t'i përmendim në vazhdim. Prej atyre na përmendi pejgamberi alayhis salam në hadithin që sjell Imam Tirmidhiu. Dhe dietari i hadithit, Sheikh Albani thotë hadithi është i vërtetë, dhe tjerë kanë thonë që është i vërtetë. Tha pejgamberi, prej të mirave që jep Zoti shahidit është se yughfar lahu fi awwal daf'ati min dami. E para është që me pikën e parë të gjakut i falen mëkatet krejt. Allahu Ekber. I fshihen mëkatet krejt. Po kjo dën se si ta rrug plumi atë dëshmorin ton musliman, si ta ka rrug plumi me plumin e parë, pika në tokë, mëkatet ju kanë fshi krejt. Po nëse ka rrug në i plum dhe ka meti gjymtuar, e kam pas përmend nalt që prej gjurmeve që mas shumë të i dën Allahu, është gjymtimi që e përmend në rrugën e Zotit. Nëse ka meti. E para, tjeta tha pejgamberi, wa yura maq'adahu min al-janna, edhe i paraqitet si ta rrug plumi, me një herë në start i paraqitet vendi i tij në xhenet. Sa që mos si kujtohet ati, me thonë, unë tash të vajtoj që po më del shpirti. Vendi i tij në xhenet del më shpejt, shpirti del më shpejt. Tjetra thot wa yujaru min adhab al-qabr. Edhe këtij dëshmurit, a di çka i ndodh tjetër shpërblim? Që tu dënime, që ka i përmena në varë, janë shumë dënime, ku t'i vjerani hales ka orë, këtu nuk i përjetën, dëshmori së përjetën. Asë, justë interesanta, dëshmori. Wallahi trishtim është atë kur di gjykimit javë, kur dhe në varë, kur me leku të kushu zoti, kushu pejgamberi, kushu dini jëtë. E ku i ki argumentet, që do t'i përmenë, inshallah, tarmen. E ku i ki argumentet, e me da zingjire tjera, e kush janë vëllezërit e tua, kushu prisi jëtë e atua, din. Asë një heq për pyetjeve si bëhat. O shenjë se vërtet ai që ka vdek në rrugën e Zotit ka përfundim të mirë. Tjetra thot wa ya'manu min faz'il akbar, edhe prej trishtimit, është një trishtim ditë gjykimit. Ai që ka vdek në rrugën e Zotit është i ruajtur prej këtij trishtimit të ditës së gjykimit. E tjetër thot pejgamberi sallam wa yudau ala ra'sihi tajul waqar, edhe në kokën e tij i vëhet një kurore. Si lloj kurore që ka. Thot i vëhet një kurore në kokën e tij. E tha pejgamberi në këtë hadith, është ajo kurorja ka diamant. E një diamant i atij, e asoj kurore, a di sa vlen tha pejgamberi sa? Vlen sot dunjoja krejt dhe çka konton. Këtë i jepet dëshmorit. Por kjo tregon se me bë me vdek në rrugën e Zotit është shenjë përfundimit të mirë. Tjetër, wa yuzawwaju 72 zawjatan min al-hur al-'ain, edhe martohet me 72 hyri, axhi. Me 72 hyri shahidi dëshmori martohen në xhenet. Tjetër thot, wa yushaffa'u fi 70 min aqaribih, edhe dëshmon bëhet ndërmjetësues për 70 anëtar të familjes. Lom ai që ka shku si dëshmor.
edhe lëm ata antarët familjes që kanë dikant që ka shku dëshmuar. Se pritet për tyne që ai ka me dëshmu, kur del para Zotit përdesë ka ndek në Islam, normal. Nësa këtë temë s'ka nevojë shumë me tjerë këtë piken. Vetëm se i thet, o Zot, edhe kjo është vllavi jem. Edhe kjo është djali i miqës tem. Edhe kjo është doja jem. Edhe kjo është kushërini jem. 70 për të afërme akrabove të tina ka me dëshmu. Edhe Allahu ja pranon dëshmin. Edhe futën xhenet. La ilaha illallah. Çi kjo dëshmën? Se me vdek në rrugën e Allahut që ka shenjë mirë. Edhe atë që e mirë është me vdek, që më na tregon po bivish pak argumente me dalë tani në pikën tjetër. Atë që është e mirë me vdek në rrugën e Allahut, sa që nëse njëri vdes për një smundje tjetër ose në diçka tjetër, ko gjë një dhimbje. Bakia një dhe dytë një javë një mujë edhe me vjetë. Si një për jehodëve së disa vjetë ka pas nejë që është të sinkumë. Ndërsa, a di shka tha për jësëm, vdekja për të është si kur ndonjonin për juve kur e picka një diçka. Si me të picku për shambull një bubrec. Ka që dhimbje me do shpirti. La ilaha illallah. Wallahi është të merë për dhe shpirti. Një që kam përjetu. Për ato që në ka të regu dini jonë, është të merë. E për ato që vdes si dëshmur, tha pejgamberi alayhi as-salatu wasallam, "Ash-shahidu la yajidu masal qatl illa kama yajid ahadukum al-qarsata yaqrusuha." Tha nuk shahidi kur vdes nuk nin dhimbje. Ma shumë se sonjoni për juve që nin dhimbje kur ta picka një bubrec. Sa nin dhimbje një bubrec? Ose me të picku një bubrec ose një insekt diçka me të picku. Çikaq dhimbje ka. A dëshmon që këtë hadith e ka sjellë Imam Nesai dhe Sheikh Albani ka thënë se vërtet. A dëshmon diçka që ky hadith? Ky hadith tregon për vlerën e madhe të shahidit, por nëse vdes shahid dëshmor, qenë ka argument se pas ka qenë buri mirë. Edhe nëse ka vdek, ka qenë musliman, ka vdek qashtu, i themi që ka qenë buri mirë ai. Me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë me të sanë tjera që kanë të bëjnë me këtë pikë, inshallah këtu i vazhdojnë herën tjetër, me tregu se kur mundemi me thonë për dikan se ka qenë buri mirë dhe ka përfundu jetën me të mirë. Lusmi Allah të na fat na mëshirën, lusmi Allahun azza wa jalla me njerëzit e mirë në xhenetin e takon, walhamdulillahi rabbil alamin.